Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla ka reaguar këtë të diel lidhur me incidentin e shënuar ditën e shtunë me heqjen e flamurit izraelit nga ambasada e huaj nga një protestuese. Balla shprehet përmes një postimi në rrjetet sociale se çdo shqiptar ka të drejtë të protestojë, por jo të cënojë përfaqësi diplomatike dhe simbolet e kombeve të tjera. Çdo qytetar ka të drejtë të protestojë dhe të shprehë qëndrimet e tyre politike, por nuk është në traditën e shqiptarit të cënojë përfaqësi diplomatike apo simbolet e kombeve të tjera. Populli shqiptar është njohur në histori për respektin ndaj tjetrit dhe për mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit, shkruan Balla. Mëtej Balla shtoi se organizatorët e protestës duhet ta dënojnë këtë veprim dhe të distancohen, ndërsa e cilësoi si një akt të rënd dhe të turpshëm. Organizatorët e protestës, kushdo qofshin ata, duhet të dënojnë dhe të distancohen nga akti i rënd dhe i turpshëm i heqjes së flamurit të shtetit të Izraelit tek ambasada në Tiranë nga protestues të maskuar gjatë protestës të shtunës, shkruan Balla.